Përshëndetje Fili Meridiani, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Jeni një aktivist, një graphic designer, do na thoni diçka më tepër, por mbi të gjitha jeni një arbëresh apo jo? Faleminderit, mirëmëngjes juve, mirë dita. Edhe kam shumë herët jam këtu me ti, edhe se më ke rritur në Shqipëria, edhe unë jam në Itali, në Kalabrin, në fshat i bukur që ka emrin Palagorio, në gjuhën arbërisht e din se gjithë fshatarat arbëresh kanë di emre, një në gjuhën italishte, një me gjuhën arbërishte. Në gjuhën arbërishte fshati ime gjuhet Puheriu, ju fali ka Puheriu. Edhe unë jam Ettore Bonanno, jam një aktivist kulturore, edhe si ke thënë ti mirë përpara, jam të punoj shumë në të këto periode, të këta vitara, për kulturën arbëreshe. Kjo një periodë nuk ka shumë i mirë. Kulturën tonë, për gjuhën tonë, sepse këta katunde, këta fshatara janë bohen tere më të vogla, o shumë emigracion, kupite të rejat venjen jashtë, venjen largë ka katundi, edhe kjo një problem për gjuhën, janë pak femije të katundet. E ata që janë nuk flasin shumë arbërisht, sepse globalizimi, sepse ka ndërrua dimensiona sociale, ka ndërrua. Edhe na kemi nevoj të shërbemi, të punomi të këto aspekt ka gjuha. Unë jam aktivist, na kemi një shoqate që është Fili Meridiani, punomi në pjesa digitale. Edhe kjo neve një aktivitet shumë e rëndësishme, sepse na jep posibilitet e mundesinë të himi në kontakt me gjeneratat të reja, me social media, me rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, TikTok, në YouTube, me këta video, me këta short reel që na bëmi, rëfijemi arbërin me një si re, mo modern, mo aktual. E kjo punë përqen, trejat, gjeneratat të reja, përqen gjeneratat të vjetra, përqen gjithve. Edhe, si thuhet, krijon një identitet më e fortë. Po. Janë osi një krenari, kush këta vide do të kjo një vide që fjetë ka mua, ka kultura jime, ka gjuha jime, me gjuhën time, sepse shumë vide janë me gjuhën arbërisht, që ish vete me një gjuhë për vatrën, për shpinë, për para, edhe për katundin. Nani është një gjuhë që na mund të flasmi për gjithë botën. Edhe të kjo vizion, vinjen, fillojnë iniciativat, emisionat ka Rai Televisiona Italiane. Sepse të muaj shtatorit, ka vitit që ka shkuar, kanë filluar të herën e para në histori ta emisiona. E kjo një lajme shumë e mirë për arbëreshtet, se kanë ti e kupton, no jo kuptone se është shumë mirë, proprio të këto periode që jemi, si thuhet, kemi nevoj, vjen Rai. Rai në Itali thuhet Mamma Rai. Ose nënë. Nëna, ajo është. Edhe na jemi fëmijë dhe kemi nevoj ka Mamma Rai, ka nëna Rai që na jep një dorë, na ngjatin dorën, si thomi në arbëri. E kjo puna që na jemi të bëmi. Kemi edhe jemi të punomi, të ngremi sensibiliteten si për këta tematike, no? Treja, që janë të vjetra ma janë treja, pëse janë shumë aktuale. Sot, të një jetë, si kemi thënë përpara, shumë e globalizarum, na kemi nevoj të mbami fort, ata që janë pakicave, që janë, si të me italisht, minorancë, ata që janë të vogla, sepse të madhe të o mirë, ma të voglat, na jemi të vogla. Edhe o mirë në një o shumë interest, edhe ka Shqiperia, ka pjesë e Balkanet, është një, si thuhet, një shkrim dhe një kumbore në ati të fshati ime që thot ashtu, thot me gjuhën ton të bukur, zeri kësaja kumbor, vete ka jetë rane detet, po, i kalon. E me gjuhën ton të bukur, fal na arbërin Shqipëri, atë mom të vjetër,
se ogni e vjetër ajo, ma ogni një nën, no, si një nën, e vjetër, ma një nën. Edhe kjo dimensione e re, edhe forse është kjo e para herë në histori që populli shqiptare, populli arbeqo, vetëm një popull, janë afer. Po. E kjo shumë bukur, shumë emocion. Atëherë, çfarë dini për historinë e arbreshëve? Pra, si erdhën arbreshët që janë aty në komunitetin ku jetoni ju? E deri sot. Çfarë historie ka për ata shkurtimisht? Aty arbresht kanë shkruar në viti 1500 të fundit të 1400 kanë marrë pjesa e tokës që nuk ishin të punuar, no, si agrikoltura, edhe kanë zonë të fillojnë, kanë batu hpara këta puna. Edhe ata kanë batu këtë identitet, kanë batu gjuhën, kanë batu rritet, kanë batu edhe veshët tradicionale, no? Edhe ata kanë batu një identitet. Ati ishë një, si të thuhej, se këta arbresh ishin gjindje shumë krenar. Edhe si kanë pasu kontakte me litirst në thome, që janë kalabrezarat, no, banorët e Kalabrisë, që ishin të këta fshatër afer, na kemi thonë tëre, na jemi arbresh, ju jeni ata, na jemi na. Edhe ata kanë rënë këto të vitin 1500, kanë filluar një histori me disa emigracione, 6-7 emigracione në shekullet, edhe tani jemi 50 fshate arbresh në Itali, janë shumë në Kalabri. Kalabria është rejona që ka më shumë fshate, edhe arbresht kanë shkrua historinë edhe e Italisë, kanë shkrua historinë e Shqipërisë, si na mendomi pjesën e Girola Moderata, Jeroni Moderata, o shumë atletare si Anselmo Lorecchio, që ishë ka katundëgjime, ai ishë një patriot Shqipërinë, ai ka botuar një gazet për 27 vjetë, e ishë emrin La Nazione Albanese, dhe ishë një si duket, kanë punuar shumë edhe për Shqipërinë, edhe për Italinë, kur u bon Italia e bashkuar, no, në viti 1860, ata kanë punuar për këtë ideal të rijun bashkë, edhe kanë punuar, kanë për luftuar për idealin e Shqipërisë, për lirinë e Shqipërinë. Këta janë kontribute shumë të madhe për historinë, edhe kanë qenë të partë që kanë shkrua letërsinë shqiptare, letërsia shqiptare moderne, leket, në fshatet moderne, në fshatet moderne. E përpara kanë shkrua me klishën ortodoks, ju e dini se ishë riti greko-bizantin, si e thominaci, kishë arbreshve, no, kanë batu një histori shumë e rëndësishme në dorë. E tani është, si duket, puna që pomi edhe o këta të vlerëzome, gjithë historinë që kishëm, e që nuk e dijum, sepse nuk ishe shkruar në libra në shkollë, nuk e kemi mësuar në shkolla. Kush në rëfije i këtë histori, shumë e madhe, nuk kishëm ide se ishtu, kush në e thejsh në me. Mos njeri në thejta. Edhe tani, falën me universitetet, me media, me social media, na mund kuptojmë historinë e madhe që kemi haprapa. Mund e kuptojnë shumë mirë nani. Edhe kjo pjesë edhe e komunikimit që kemi nevojë, edhe të rëfijemi. Po, kultura dhe zakonet si janë ruajtur aty në vendi ku jetoni? Ati kemi mbajtur gjallë disa rrite shumë të vjetra, dhe kemi mbajtur gjallë veshët e gruavet. Shumë bukra, janë shumë bukra. Shumë të bukra ti, nga fshat arbresh ka mbrojtën, ka veshen e tia. Edhe ose një veshje ose një flamure katundit, një flamure fshatet, no? Ose bon pjesë ka identiteta komunitare e fshatit, ta o shumë mirë, no, dhe më pëlqen shumë kjo identitet, kur shoh ata vajza që veshen me kostumen tradicional.
tradicionale gruavet o një emocion shumë e madhe pa ta, ta o shumë bukur. Edhe kemi mbatu do rrite shumë të vjetra, edhe te periodi i pashkëve ati bonjën valjet, bonjën vagat, valezojnë me këta këngë, me këta valje shumë vjetra që kanë 500 vjetë, kjo është unë mund si e mendoj nuk mund të kuptoj si mund jetë realitet. Si ruhet akoma, po. 500 vjetë edhe të këta fshate këndohet me një gjuhë vjetër me këta rrete, pse na ju e dini se valja po vallet po tona. Po. E o shumë bukur kjo me këta fjalë të vjetra, ka këta rapsodhi. Edhe ati këndomi Konstantinin e Jorendinen, ma si mund jetë. Po. Shumë bukur. Edhe janë disa rrite, edhe të nani ju e dini se është një proġett për UNESCO, patrimonio UNESCO, të majnë këta rrite e pranveres e arbreshvet. Kanë bërë një proġett me Universitetet e Palermo, e Cosenza, Lecce, Venezia, Napoli, janë të punojnë. Edhe me Ministrin e Kulturës e Shqipërisë, me Ministrin e Kulturës e Italisë. Kjo është mund tjerë një aspekt shumë rëndësishme si vete para e kemi UNESCO-n për rritet e pranveres arbreshe. Edhe në Katundi ime kemi dritë na bom me këta vezat kuqe, ka tradiciona bizantine që vjen kur kanë ardhur arbresht, edhe tani na te periodi pashkëve bom me këta vezat kuqe. Këta janë aspekte që janë shumë emocionali edhe për mua edhe për tjetë. Edhe një të aspekt tani o shumë interes edhe ka italianarat për kulturën arbreshe. Vijnë, kemi shumë vizitat e fshatet arbresh se dojnë të kuptojnë më mirë kush janë vërtet arbresht. Këta pënevo shumë mirë, këta pënevo shumë ki interes të re shumë mirë. Atëherë ju thatë që ruhet tradita e Pashkës, po tradita e dasmës shqiptare për shembull. Edhe dasmën ne kemi di fshatet arbresh janë ndara te di pjesë. Është pjesa që ka rritin fetare bizantin, ortodoks. Po. Edhe jetra pjesë që ka rritin fetare latin. Po, katolik. Edhe ata kanë di, si thuhet, kanë di pjesa ndryshme si të zakoneve, po. Të zakoneve. Sepse ti pjesa ortodokse bojnë rrit dasmën, ata bojnë një rrit shumë i vjetër me dondarin e nusja që vujnë kuror. Ata marrin gjelgjen e shtin në te pjesa latin nuk e kemi këta, e kemi bjerë, ma kemi mbatur valjen, edhe të disa dasma, të vitrat që kanë shkua edhe në një, dojnë të valezojnë, na kemi vagen të martuarit, vagen kur martohen. Kemi një këngë me një valje që bohet kur martohet, e nusja e dondari vuhen ndërmes kësaj valje. E komunitata, ata që marrin pjesë të dasma, i valezojnë në ret. Edhe kjo është një rit, një zakon shumë i vjetër, no? Që kemi mbatu edhe na, vetëm na, e po me kitë rit. Edhe të teatre Katrunder, kur martohen, dajnjen ka shpia me një flamur. E kemi dhe ne këtë, po. E o bukur, kjo një aspekte shumë i bukur. Edhe këta janë pjesat si duket, mo të rëndësishme, Atëherë, ka filluar të mësohet shqip në shkollë aty? Akoma? Ati pjesa e shkollët është në ligje në shtetit italian që thotë se gjuha e kultura shqipe arbreshe kitë mësohet në shkollë. Edhe ma në realitet nuk mësohet, sepse është, si thuhet, si është një drejtor që ka sensibiliteten, të ne e bomi, si një drejtor që nuk ka sensibiliteten për gjuhën e kulturën tonen,
nuk e mësojnë. Kjo është realiteta. Po. Edhe në fshatet time, për shembull, falen punën që kemi bën na si Fili Meridiani, kemi Kërkuar. si thua, kemi Kërkuar. gjesh para një iniciative me drejtorin e shkollës filore të Katun të fshatit tone, i kemi thonë, fillomi të mësojnë Shqip? familjet gjuhën dhe kulturën shqipe arbërisht. E ai ka qenë burr shumë i mirë sepse ka vunë në shkollë ti mjeshtra e edhe atë nani ata mësojnë gjuhën dhe kulturën shqipe në shkollë edhe kanë Shkrimin. nuk e di fjalën shqip, ma është në italisht është pagella, la pagella kur i del numari i shkruar me vote, me votacione. Me votim, po. Si vjen mirë lik. Edhe kjo është një aspekt shumë e rëndësishme. I ka dhënë o të stessi, si duket, është i ka dhënë si duket një rëndësi këtij aspekt. Nuk është vetëm një projekt, është një materie në shkollë. Po, të gjitha, për të gjitha lëndët. Jo, gjitha, vetëm tek këta 3 fshate këtu, tek 3 katunde arbërisht në Arberia Grotoneze thumina. Edhe të tjetrat situata nuk është shumë e mirë në pjesë e shkollës. Dhe kjo një luftë që na kitë bëmë bashkë. Në shtetin italian të kemi mësuese për gjuhën arbërisht e shqip në shkolla filore edhe shkolla mesme të katundet e fshatet arbëresh. Kemi nevojë të këtë period, se ata këtë mësojnë të lexojnë e të shkruajnë. Tani kemi nevojë. Atëherë jemi në fund bisedës. Cili është mesazhi juaj për shqiptarët? Mesazhi ime o kirati, na kemi nevojë të rrimi bashkë, më shumë, të kemi disa iniciativa të bashkuara, jo vetëm të pjesë lartë, politika institucionale, ma edhe komunitatat tonë këtë vuhen bashkë, se kur vuhen bashkë, dajnjen disa emocionat të mira, disa emocionat të bukura. Ati kanë shkuar disa shqiptarë të bëjnë vizita e ka qenë sikur që ki shkua në Amerikë për disa vjetara e ti e ke parë. Allora, ishëm gjithë një familje. Keme ngrënë bashkë, keme pitur bashkë, keme këndua bashkë. E këta është një emocion që bën mirë të zemra e të shpirti e arbreshve të bën mirë të shpirti e të zemra e shqiptarëve. Po, atëherë ju falenderoj atore, ju uroj suksese në punën tuaj, që duket që shumë e madhe në misionin që keni për hapjen edhe për hapjen e gjuhës shqipe, për ruajtjen e traditës arbëreshe. Ju falenderoj. Faleminderit ti Gjino, këtë motin që më ke dedikuar.